Shikoni të në rozë çka tha pejgamberi alayhis salam, si shembull. Tha pejgamberi sa khairukum li ahlihi. Më i miri në mes të juve është ai që është më i miri, më i sjellshëm, më i dobishëm për familjen e tij. Të garojmë kush po e ruan familjen, të garojmë kush po e mirëmban familjen, të garojmë kush po edukon fëmijën më mirë, jo kush po e vesh më mirë. Të garojmë kush po e vetdison fëmijën më mirë, e po e ngrit më mirë, e jo në shkollë po e shkollon, pavarësisht edukatës, arritjes dhe formimit. Në ka mësua Allahu xhallahu ala që të garojmë në ndërtimin e familjes. Një familje me edukat, një familje produktive, një familje që realisht antarët e asaj familje janë dobi prurës për shoqërinë dhe për vendin. E në këtë garoni, nga se tha pejgamberi u ana khairukum li ahli, e unë jam më i miri për juve për familjen time. Normal se Allah e ka përzgjedh që të shembull dhe model. Të garojmë këtë aspekt për ndërtimin e brendshëm të familjes, jo për reklamat e shtëpijave dhe formalitetet e zbukurimeve të dunjas, ndërsa boshllëk i madh edukativ brenda shtëpive tona, boshllëk i madh emocional, varfënie e madhe në dashni, ndërsa pasunie e madhe në ushqim në sofrat tona. Duhet të jetë kundërta, të pasurojmë zemrën me dashni për një tjetrin, pastaj çdo ushqim komo na kujt. S'prish punë.